sidomos edhe me miratimin e ndryshimeve në aktin normativ, vazhdon procesi i rekrutimeve. Ka një angazhim të jashtëzakonshëm sa i përket procesit të rekrutimeve, shifrat flasin qartë, është mbi 90% shtimi i kërkesave për të bërë pjesë e forcave të armatosura, por të rikthyer në forcat armatosura. Forcat armatosura në radhë të parë janë krenari dhe dinjitet. Është një profesion i cili nuk lidhet thjesht me përmbushjen personale, por lidhet edhe me angazhimin që çdo qytetar shqiptar ka kundrejt Republikës. Është diçka që flitet pak, por thelbi ngelet i njëjtë. Ne jemi njerëz të lirë, por kemi një detyrim kolektiv ndaj shtetit tonë dhe kjo mos pari shikohet tek gjithë njerëzit në uniformë, jo vetëm te forcat armatosura, por tek policia shtetit, policia burgjeve, te gjithë strukturat e sigurisë, janë ata që janë vit parë që shërbejnë duke mbajtur mbi vete flamurin e Republikës, duke sakrifikuar jetën, familjen në shërbim qytetarëve. Besoj që mbrojtja në përgjithësi rikthehet në qendër të fokusit të vëmendjes, është një karrierë e cila është e mundimshme, por është plot lavdi si personalisht, por edhe përsa i përket gjithë qasjes kombëtare. Mendoj që fakti që ka një kërkesë kaq të madhe për të rikthyer në forcat armatosura, fakti që ka një kërkesë kaq të madhe për të bërë pjesë forcave të armatosura, dhe një pjesë shumë e madhe aty janë edhe vajza dhe gra, tregon që forcat armatosura tashmë kanë një ofertë të qëndrueshme me rritjen e pagave, me standardizimin e pagave, me rritjen e kushteve, shumë shpejt me miratimin e statusit, besoj që janë gjitha kriteret që qeveria shqiptare ka vendosur përpara të rinjve dhe të rejave shqiptare për ta konsideruar forcën armatosur jo vetëm shërbim ndaj dhëut, por edhe shërbim personal, për shkak të gjitha benefiteve që ato kanë për shkak të këtij shërbimi. Besoj që këto fakte flasin vetë.